Pyetja e radhës është gjuna vetvrasja. Subhanallahu, kjo është që më thonë prej gjunaheve më të mëdha, të cilat do thotë njeriu do thotë mundet me bë mas besimit. Edhe zakonisht apo thon vetvrasja kur vjen kur njeriu e humb besimin. Edhe në shumicën e rasteve puna e vetvrasjes do thotë është pjell apo është rezultat i mosbesimit. Kur njeriu do thotë e humb besimin në ekzistencë, apo kur njeriu do thotë i humb shpresat se do të bëhet mirë, apo kur njeriu do thotë i humb shpresat se përcaktimi është në dorën e Allahut të Xhelal. E kur njeriu do thotë i humb këto shpresa, atëherë do thotë zgjedhjen kryesore çka e gjon, me dal pi problemit, çish me dal pi problemit, me vra vetveten. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur në hadith se çai i cili e vret vetveten është në xhenem për gjithmonë, Allahu na ruaj. Por kemi raste kur dikush e vret vetveten, por është i smut prej gjinëve. E nëse gjinë do thotë e kanë çuar në çat piadestal, apo që me vra vetveten, shpresoj që ki njeri të Allahu Xhelal me qenë shahid. Kupton? Spedia apo mundesh me kuptu këtë çështje. Do thotë ki atëherë nuk i ka vrarë veten, pse ka pas shef me vrarë vetveten, por e ka detyruar kush? E kanë detyruar gjin do thotë me vrarë vetveten. E kur e detyrojnë gjin me vrarë vetveten, atëherë ki përpara Allahu Xhelal del çish më thon si një shahid. Inshallah Allahu Xhelal i shpërblen ata të cilët do thotë janë smund, do thotë viktimve smundjeve. Ama ne do thotë në parim duhet me ditë se vrasja është prej gjunaheve të mëdha. Dikant tjetër me vrah, e mos folmi do thotë me vrah vetveten. Ashtu që do thotë kjo tradit nuk ka qenë prezent në mesin tonë. Edhe shumë rrallë do thotë kemi ndëgjuar që dikush do thotë e ka vrah, por si doket apo të ja ka nisë me u bën do thotë një mod apo në mesin tonë do thotë njerëzit ja kanë nisë me hupën besimin, e kur ja nisin me hub besimin atëherë do thotë ngjallet kjo si dokuri. E vetëm se si vjet sa e diun apo kujton te ne këtë mashtoni ka pas më tepër se 7-8 raste të cilat unë i kum dëgju, atë të cilat nuk i kum dëgju, Allahu alem. Kjo është çka këtë rezultat i mos bindjes apo mos besimit apo mos vizitimit të xhamive apo mos kuptimit të kësaj fetvaje për të cilën do thotë ka fol dini jon i madh islam. Zoti na ruaj nga kjo.